Mirëmëngjesi të dashur shikues, ishit bashkë me Agnesën, tani më jeni me mua dhe gjatë minutave në vazhdim do të flasim pak më shumë në lidhje me 1 prilin sot, apo ashtu siç njihet dhe shënohet në të gjithë botën si dita e gënjeshtrave, një traditë që mbas se në dukje është vetëm për shaka, të vogla mes miq, familjarësh apo kolegësh. Thuhet se kjo ditë ka origjinën shekuj më parë, kur ndryshimet në kalendar bën që disa njerëz të vazhdonin festën e vitit të ri, në fund të marsit dhe të tjerët nisin t'i tallnin edhe me surpriza dhe lajme të reme. Me kalimin e kohës kjo më pas u kthye edhe në një zakon që sot shënohet në të gjithë botën. Por për te të qeshurave lind pyetja dhe pse gënjejmë, mbas sepse kemi nevojë të gënjejmë, qoftë edhe për shaka dhe është gjithmonë e pafajshme kjo gjë. Për këtë çështje do të flasim më shumë me psikologun Ron Kastrati, i cili është me ne në një lidhje direkte. Mirëmëngjesi Ron. Mirëmëngjesi Fatima, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni gjetë kohë të jeni sot me ne këtë mëngjes dhe të flasim në lidhje me 1 prilin. Ta nisim thjesht dhe flasim pak në lidhje me atë se nga e ka zanafillën 1 prilli. Në fakt është interesante që ta theksojmë 1 prilli nuk është vetëm ditë e gënjeshtrës, por reflekton edhe diçka tjetër që mund ta kuptojmë shumë thellësisht. Është një ditë ku ne i japim leje, është vetëm një ditë ku ne i japim leje vetes tonë që të gënjejmë. Se ndoshta për gjatë gjithë vitit mund të kishim gënyer ose ndoshta e kemi shtrëmbruar realitetin përmes gënjeshtrave aty këtu në situata të caktuara, dhe kjo pikërisht ka të bëjë me mekanizmin e një procesi shumë të rëndësishëm psikologjik ku njeriu i shmanget realitetit, identitetit dhe shpeshherë kërkon që t'i mbijetoj momenteve apo situatave stresante duke gënyer. Është fakt që gënjeshtra ka të bëjë me shpërputhjen mes një realiteti konkret dhe një realiteti të rem ose jo realiteti konkret, por a shkakton dëme morale, humbje të besnikrisë apo besimit mes njëri tjetrit, patjetër që po. Aq më keq akoma nëse bëhet persistente e pa kontrolluar ose si model jete. Vetëm po ta imagjinoni nëse bëhet si model jete dhe e krijojmë formën e të shprehurit ripërsëritës duke gënyer në momentet ndoshta më të ndjeshme në relacione bashkëpunimi ose në relacione familjare, shoqërore. Kjo çfarë e pozicionon rolin ton si qenie njerëzore, qenie jo besnike ose e papërshpillshme. Pra, dita e gënjeshtrave, e ashtu quajtura dita e gënjeshtrave 1 prilli, është pra pikërisht mundësia ku ne i alejojmë vetes që ta gënjejmë dikë, por gjithmonë në sensin e një humori, jo për ta lënduar apo për ta dëmtuar tjetrin. Nëse ne bëjmë plan ta dëmtojmë tjetrin ose të gënjejmë se mund të ketë vdekur dikush ose ka ndodhur ndonjë ngjarje tragjike larg qoftë ose ndonjë aksident eventual, kjo dëmton tjetrin, pra dëmton psikologjinë e tij, integritetin e tij dhe mund ta traumatizojë apo mund ta trodisë emocionalisht. Prandaj duhet të kemi kujdes në këto relacione. Ron, pikërisht këtu kisha dashur të ndalem pak më shumë. Do thotë ekziston diçka që quhet si gënjeshtër e bardhë apo gënjeshtër, mbase të themi gënjeshtër e mirë në psikologji, dhe më pas të flasim pak më shumë edhe në lidhje me ato se kur gënjeshtra kthehet në problem, në momentin që mbase edhe bëhet pjesë e karakterit të njerëzve. Gënjeshtër e bardhë ose gënjeshtër e zezë, gjithmonë e truri njerëzor ka prirën t'i ndaj 2 dimensione në vijat ekstreme të saj. Pra nuk gjejmë dot një mes, por në këtë rast me gënjeshtrën ne duhet të jemi të balancuar dhe duhet ta ruajmë shëndetin ton mendor, sepse vetëm e vërteta është ajo që e ruan shëndetin ton mendor. E mban të shëndetshëm mirëqenien psikike, psikologjike, psikosociale, dhe në anën tjetër, duke referuar pyetjes tuaj, kur gënjejmë në fakt dhe cila është gënjeshtra e bardhë. E rifleksova pak më parë kur ti gënjen
por gënjen me qëllimin që mos ta dëmtosh tjetrën. Thjesht të mbjetosh në momentet të caktuara, por jo duke manipuluar ose duke gënyer teksa tjetri mund ta vuaj. Pastaj gënjesht tënde duke u torturuar në një moment të caktuar nga një gënjeshtër e cila nuk ka qenë e bardhë, po ka qenë tendencioze ose ka qenë manovruese, manipulative. Kur gënjeshtra bëhet e përditshme, përfshihet apo përfaqësohet në kuadër të modelit ton jetësor ose modeli ynë jetësor përbëhet në një sër gënjeshtrash, kjo mund të kalojë në një, ne i themi, pseudologika fantastika. Patologjikisht njeriu gënjen, por nuk është më në të bjenin që po gënjen. Thjesht nuk di të bëj dallimin e të vërtetës dhe të pavërtetës. Thjesht gënjen, trillon, fantazon në mënyrë patologjike apo psikopatologjike dhe kjo përbën një problem shumë të madh, sepse trillimet e vazhdueshme dhe krijimet e situatave fiktive, kur ne diskutojmë me të tjerë, bashkëbisedojmë me të tjerë dhe kur personi kur gënjen fillon t'i besoj gënjeshtës së tij, e di çfarë ndodh, atëherë kjo duhet të trajtohet në rrugë psikologjike, madje edhe në trajtimet psikiatrike, dhe këtu duhet kemi kujdes, sepse nuk është gënjeshtra vetëm dëmoral, ka edhe diçka tjetër. Ajo ka të bëjë me mbrojtjen, ka të bëjë me përfitimin. Kjo është shumë e rrezikshme kur tenton që njeriu përmes gënjeshtër të përfitojë në mënyrë sociale, emocionale dhe materiale, por ka dëshirë të gënjej që duket më i mirë, ose ta dekoroj, ta fasadoj jetën e tij, dhe përmes gënjeshtës atëherë çfarë bën? E krijon një mekanizëm adaptiv duke e përsëritur këtë vazhdimisht. Dhe duhet ta dinë një gjë, në origjinë gënjeshtra ka të bëjë me konfliktin që ndodh mes dëshirave tona, vetës tonë dhe sigurisht moralit ose ne i themi gjykatorës superegos ton që ndëshkon gënjeshtrat të cilat janë thumbuese ose të dëmtueshme për të tjerët. Dhe kur vërteta është e dhimbshme, mos harroni një gjë, kur vërteta është e dhimbshme, atëherë egoja jon, unë ynë, e krijon një realitet alternativ. Dhe imagjinoni nëse ne jetojmë përmes gënjeshtrave në mesin e realiteteve alternative. Mund thuash për shembull shumë bukur, po shpesh gënjim të tjerët, ndërsa nuk ndjehemi mirë ose nuk kemi pak knatësi për veten, dhe kjo na bën që ne të nxitemi dhe të gënjejmë. Ronti po i përmend disa prej arsyeve që mbas së gënjejmë, por a mund të na tregosh edhe nëse ne gënjejmë për arsye se kemi nevojë për vëmendje, dhe po ashtu të ndalemi pak edhe te personat që i gënjejmë, a mund ta prish besimin edhe gënjeshtrat e mira apo gënjeshtrat që i bëjmë për shaka, siç i quajtë edhe gënjeshtrat të bardha, apo ka të bëjë kryesisht me personalitetin e palës tjetër të cilës edhe i drejtohemi? Është fakt që gënjeshtra ka të bëjë me mekanizmin adaptiv dhe realisht teston edhe kufit e marrëdhënieve me të tjerët, duke ndërvepruar me të tjerët, sikurse në qoftë se tani në emision në lidhje direkte me ju, unë pa pritur teksa diskutoj për gënjeshtrën, për habi mund ta inskenoj një situatë të caktuar, situatë kjo që ndoshta nuk ka ndodhur ose nuk ka ndodhur fare, supozoj për ditën e djeshme, dhe unë e strukturoj aq mirë, e ndjej nevojën që ta bëj këtë, dhe nëse juve jeni e prirur verbërisht, ju besoni të vërtetave të pudrosura që në fakt në bërtham janë gënjeshtra, atëherë çfarë do thotë kjo? Unë manipuloj me besimin tuaj dhe ju mund të bijeni pres suggestionimit tim apo suggestionit përgënjeshtrues të insinuatës apo skenës fiktive që mund ta trilloj për ditën e ndjeshme, sepse ju nuk mund të keni informacion çfarë po ndodh, supozoj me qytetin e Prizrenit, nuk mund të keni informacion çfarë po ndodh me situatën tu, dhe unë trilloj një situatë të caktuar dhe ju mund t'ju besoni gënjeshtrës time. Dhe është e shëndetshme kjo? Jo, sepse ju kur do ta kuptoni të vërtetën pas kësaj që e them, atëherë në hera tjera ju do të më
vlerësoni jo të si gënjeshtar, por si pa besueshëm dhe do të krijoni distancë nga unë, do të qëndroni rezervuar dhe do të më shikoni me habi, ose nëse jeni shumë e ndjeshme, sigurisht që do të më kundërpërgjigjeni duke më etiketuar si përgënjeshtrues ose një person i rem dhe jo besnik. Pra e shikoni se sa e dëmshme është në relacionet tona shoqërore, nëse unë e bëj këtë, ose nëse supozojmë ta zëm gënjeshtra që kanë të bëjnë me astrologji. Mendimi im është, ky është opinioni im, lexojmë ditë për ditë horoskope dhe krijojmë besime të rreme apo ideacione parashikuese ose pritjese, kështu mund të ketë ndodhur, kështu ndodh, kështu do të ndodhur, kështu mund të ketë ndodhur. Ky është horoskopi, na informon mbi disa ngjarje që në fakt nuk kanë lidhje me realitetin. Kjo e bën trurin të rrezikuar nga gënjeshtrat të cilat mund të na dëmtojnë në relacione emocionale dhe psikologjike. Prandaj për këtë duhet kemi kujdes. Sot është 1 prilli, ja lejoj vetes, jemi koshient të gjithë që mund ta gënjejmë her pas here njëri tjetrin, por gënjeshtra është edhe mekanizëm adaptiv. Të adaptohet që ti mbijetoj situatave. A është e shëndetshme nëse bëhet persistente ose e pandërprer? Absolutisht keqësisht e pashëndetshme dhe jo e domosdoshme ose nuk është e nevojshme, sepse nëse ne jetojmë me të vërtetën, e vërteta është ajo që ruan paqen me veten tonë. Jeni të interesuar ta ruani paqen me veten tuaj, apo thjesht ta gënjeni edhe veten, jo vetëm të tjerët, ta mashtroni edhe veten mbi gjëra të cilat nuk ekzistojnë ose thjesht ju mungojnë, gjeneroni dëshira për ato, nuk i keni dhe i gënjeni. Pra ka raste kur ne gënjejmë për gjëra që nuk i kemi dhe gënjejmë duke këngulur që i kemi. Kjo e shtrëmbëron, e deformon realitetin apo makrokozmosin ton, ne dhe shoqëria dhe mikrokozmosin ton, unë, ne. Kjo është vërteta. Roni, duke qenë se përmende pak edhe pjesën e astrologjisë, kisha dashur të ndalem pak më shumë te ata persona, do thot, a ka njerëz që kanë më të lehtë të gënjejnë se sa disa të tjerë, dhe a ka njerëz që mbase e besojnë pak më lehtë, apo ka të bëjë kjo edhe më shumë me personalitetin apo edhe me pjesën e astrologjisë? Sigurisht janë faktorët e kombinuar, është fëmijëria e hershme, edukimi prindror, eksperiencat apo përjetimet që mund t'i kemi kaluar për gjatë fazave zhvillimore, pra psikologjike e sociale, sigurisht që edhe personalitetin që e kemi formsuar apo formimi i tipareve të personalitetit ton, temperamenti ynë, karakteri ynë, mjedisi që e ka induktuar formimin e personalitetit ton, dhe si rrjedhojnë nëse ne kemi qenë të prirë t'ju besojmë forcave të panjohura që veprojnë jashtë kuadratit fizik apo material, ose ngjarjeve që nuk janë në kontrollin ton, ose prije për t'i parashikuar situata, atëherë çfarë ne ju ekspozohemi informacioneve që kanë të bëjnë me të ardhmen, parashikimin e ngjarjeve të caktuara, të mundshme që mund të na përplasen, qofshin ato tragjike ose ngjarje të mira që kanë të bëjnë me financat, me statusin ekonomik, ose me marrëdhëniet martesore, dashurinë etj etj. Kjo është edhe ajo çfarë ndodh tek horoskopi. Përdor 3 faktorë apo 3 gjëra shumë interesante që tërheqin vëmendjen e njerëzve. Parat, dashurinë dhe të ardhmen. E kupton, të ardhmen me spritjesh. Ka shumë pak momente kur horoskopi frikson njerëzit ose toksikon njerëzit duke i bërë të ndjen të pasigurt. Shpeshherë flet mbi paran, gjërat materiale, të arriturat, dhe kjo na bën që të përgënjeshtrohemi. Ne duhet të qëndrojmë brenda suazave të një realiteti konkret në mënyrë që ta ruajmë këtë marrëdhënie që kemi me realitetin. Nëse e deformojmë realitetin, atëherë të një vini se mund ta jetojmë jetën në një iluzion të pandërprer dhe kokfort, sa kaq pastaj edhe nuk mund t'i përfitojmë këshillat që marrim nga të tjerët, nuk përfitojmë edhe nga shërbimet dhe krijojmë një shtrëmbrim realiteti që me zihet e kalojmë duke marrë tretimet të cilat janë të nevojshme. Por gjithsesi, prapë them edhe një herë, mekanizmi adaptiv e nxit gënjeshtrën që
të manevrojë për të kryer situata që të largohet nga rreziku ose të shmanget për një kohë të caktuar në mënyrë që pastaj ta arri një zgjidhje e cila është shumë e shëndetshme edhe për veten tonë dhe edhe për tjetrin. Juve jeni dini që shpesh dëgjojmë edhe në politikë gënjeshtra dhe kur dëgjojmë në politikë gënjeshtra unë kam bindje që ndoshta politika dhe politikëbërja e krijon një frym iluzive tek populli, duke i bërë ata që qëndrojnë në pritje për gjëra të mira revolucionare që mund vinë, por kur populli vjen në një moment caktuar dhe e kupton që çdo gjë është gënjeshtër, e ndëshkon politikbërjen pasive dhe e zëvendëson atë. Dhe shpresoj që na ruaj Zoti nga këto, se kur populli agravon dhe humb besimin tek qeveria ose pushteti, atëherë merr një rotacion tjetër jeta sociale e secilit prej nesh. Por mos harroni që gënjeshtra ka raste që mund të jetë e vërteta që ka frikë të dalë, pra, ose ne gënjejmë ashtu si thash për të mbijetuar, por e vërteta na duhet ne për të jetuar, mos harroni. E vërteta që na duhet ne për të jetuar. Kështu që njeriu nuk gënjem se është njeri i keq, por sepse është shpeshherë i pasigurt, ndihet i pasigurt dhe e bën këtë. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në kategorizimin apo klasifikimin e këtyre ngjarjeve, situatave kur kryefjala është gënjeshtra. Padyshim që po, dhe mbase përmende edhe pjesën e politikës, padyshim që mbase edhe në epokën e rrjeteve sociale duhet të kemi më shumë kujdes, për arsye se edhe lajmet e rreme edhe gënjeshtrat e vogla mund të shpërndahen shumë më lehtë. U ndërlidhe pak edhe të pjesa e mënyrës se si rritemi, the që ndikon shumë në formimin e karakterit ton. A na tregon pak më shumë, duke qenë se jemi edhe në fund të bisedës, mbase për fund të na tregosh edhe atë se është e shëndetshme të fëmijët dhe pra në aspektin psiqik dhe mbase edhe një mesazh të vogël për ditën e sotme. Në qoftë se ju ofroni një edukim fëmijët tuaj, edukim autoritar ose mbi kontrollues, pra, edhe një po e theksoj, mbi kontrollues, jo kontrollues, por mbi kontrollues, të bezdishëm, mbi ose hiperdisiplinor, nuk i leoni fëmijët tuaj ta shijojnë lirinë ekzistenciale ose të eksplorojë, të observojë me gjërat. Në anën tjetër, cenzuroni ose kufizoni në kohën hapësirë jetën e fëmijët tuaj. Kjo e bën fëmijën që të kërkojë do e mos një derdalje për ta shijuar atë. Pra, kundër jush, ju e bëni këtë duke e ndaluar, ai ikën dhe kërkon të ndaluarën lirin, qofse ju kufizoni lirin e tij. Qofse ju i rini mbi kokë duke mbi kontrolluar në çdo moment të saktuar. Dhe ndoshta ju si prindër nuk e bëni këtë për qëllime dashakeqe, por thjesht jeni të pasigurt sepse bota është dinamike dhe mund të jetë edhe rrezikshme, jo vetëm e mirë apo e mirëqen, atëherë çfarë ndodh me fëmijën, do të ndërtoj tipare dhe karakteristika që t'i shmanget realitetit ose të përgënjështroj ose të gënjej në situata të caktuara vetëm për t'i shpëtuar ndëshkimit. Dhe kur kjo forcohet apo përforcuesit e kësaj gënjeshtre stimulohen akoma më shumë nga ky edukim prindror që është autoritar dhe nuk ndryshon fare të stilet e saj prindrore, se ne nuk duhet ta edukojmë fëmijën vetëm me një stil prindror gjatë gjithë kohës, atëherë në moshën adulte do të ndërtoj një personalitet për të përgënjeshtruar ose të manipuluar situata të caktuara. Ose mund gënjehet, por nuk e di që gënjen, thjesht e ka si mekanizëm mbijetese ose strategjik konflikti, pra. Se gënjeshtra mund të jetë strategjik konflikti që e nxit personin që ta zhvilloj apo operoj atë ose ta aplikoj atë në momente të caktuara ose në momente kritike. Ju fat një mesazh për fund. Po. Një mesazh për fund mbase një udhëzim për të gjithë personat që edhe mund ta përdorin në shënimin e 1 prillit, deri ku mund të shkojmë, ku është kufiri? Deri tek ato momente kur nuk e dëmtojmë tjetrin, nuk e cenojmë tjetrin, nuk e rrezikojmë qenjën e tij,
nuk e thumbojmë atë, nuk e agravojmë situatën dhe nuk e trondisim personin në lidhje me gënjeshtrat të cilat mund t'i artikulojmë. Se edhe gënjeshtra do përpjekje, edhe gënjeshtra do inteligjencë, edhe gënjeshtra do aftësi psikike për ta ilustruar një ngjarje në situatë caktuar e cila është inekzistente. Pra mos mendoni ju që gënjeshtra është ka që thjesht dhe mund ta bëjë secili këtë. Se ka njerëz që janë rritur, janë formuar në një jetë shumë tolerante, duke besuar që bota është e drejtë, shumë e drejtë, jeta është vetëm e bukur, nuk ka gjëra të këqija dhe nuk di, jo vetëm të gënjej, po të manovroj me situatat ose të jetë fleksibël me ngjarjet apo momentet të cilat ne ballafaqohemi dhe kur ndodhet përballë një gënjeshtër ose dikush që gënjen, atëherë bëhet viktim. Prandaj kujdesni. Sot është dita e gënjeshtrave, presupozohet që mund t'i gënjeni të tjerët, por kujdesni. Mos si viktimizoni, mos i bëni njerëz të ndihen viktim, se ka të atill që janë sinqert, nuk e kuptojnë gënjeshtën, ju besojnë, çfarë do lloj gënjeshte dramaturgjike ose të dëmshme që mund t'i artikuloni, ruajeni balancin dhe bëni thjesht gënjeshtra të vockla sa për të krijuar një sens humoristik e të këndshëm që ndihmon në ngritjen e disponibilitetit dhe në përballimin e situatave stresante, por jo ti dëmtorit të tjerët. Kjo është tira ime. Roni, faleminderit shumë për të gjitha këto shpjegime, padyshim që besimi mbetet më i rëndësishëm se çdo shako apo çdo humor. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne këtë mëngjes, kënaqësi shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë dhe mund të mbar. Shikues të dashur, ishim pra me Ron Kastrati, psikolog, me të cilin folëm pak më shumë në lidhje me 1 prillin që shënohet sot në të gjithë botën. Ne do të shkëputemi për pak më